Ishte një hingëllim e lehtë, e bllokuar, një tingull që tingëllonte si një britm për ndihmë. Pas tingullit, Gjergji gjeti një kal. Një kafshë e madhe, me qime kafe të errët, me krifën e zezë të ngjitur në qafë nga shiu. Kali ishte bllokuar në një rrjet të vjetër peshkimi, i ngatëruar dhe i frikësuar. Sytë e tij të mëdhenj e të errët shkëlqenin nga frika. Kafsha dridhej, duke u përpjekur të çlirohej, por sa më shumë lëvizte, aq më shumë bllokohej. Gjergji u ul në rër pranë tij dhe nxori një thikë të vjetër nga xhepi, teu i të cilit ishte i konsumuar, por ende i mpreh. Duart e plakut, të dëmtuara nga puna dhe koha, dridheshin pak, por ishin të qëndrueshme dhe të kujdesshme. Ai filloi ta priste rrjetën me qetësi, ndërsa fliste butë, pothuajse duke përshpëritur, "Rri pa lëvizur, mik. Do të nxjerr që këtej, në rregull?" Kali ndaloi se lëvizuri për një moment, duke parë burrin me sy që dukeshin sikur kuptonin. Zhurma e detit, e valve të vogla që arrinin në rër dhe erës që bënte një fishkëllim të lehtë, krijuan një atmosferë heshtjeje vetëm për ta. Çdo fije rrjete që binte u sillte pak më shumë shpresë të dyve. Kali, edhe i lidhur, dukej se e kuptoi se ajo dorë e vjetër dhe e lodhur ishte një dorë ndihmëse. Kur u pre nyja e fundit, Kali ishte i lirë, por nuk iku. Ai vetëm e shikoi Gjergjin, sikur të thoshte faleminderit pa fjalë. Kafsha mbështeti kokën në gjurin e plakut, i cili ndjeu një ngrohtësi tjetër në gjoks, një ndjenjë që nuk e kishte ndjer prej kohësh, shoqëri, diçka që mbushte vetmin. Tani gjithçka është në rregull, tha Gjergji me zë të ngjirur, ndërsa kalonte dorën nëpër krifën e lagur të Kalit. Dielli filloi të linte dhe drita e artë u përhap në rërën e lagësht, duke i ndriçuar të dy. Era ishte ende e ftohtë, por tani mbante një aromë tjetër, një përzierje deti dhe shprese. Ata qëndruan aty, plaku dhe Kali, afër njëri tjetrit, në heshtje. Nuk ishte një heshtje boshe, por një heshtje plot premtime, një fillim që vetëm ata e kuptonin. Gjergji e dinte se ky mëngjes nuk ishte një ditë e zakonshme. Ishte hapi i parë në një udhëtim që do t'ua ndryshonte jetën të dyve përgjithmonë. Kali bëri një hap dhe Gjergji u ngrit me kujdes. Ata ecën së bashku përgjatë plazhit, krah për krah, me zhurmën e thundrave në rërën e lagësht dhe zhurmën e butë të valve. Plaku e shikoi Kalin, duke ndjerë se, pavarësisht viteve dhe dhimbjes, ai ende mund të gjente një mik besnik. Rret në qiell filluan të largoheshin, duke lënë blun të dominonte horizontin. Fladi i ngriti flokët e bardha të plakut dhe ja fërkoi krifën e zezë Kalit. Sytë e Gjergjit shkëlqenin, të lagur, por me një dritë të re, një dritë që vetëm ribashkimi mund ta sjellë. Ata vazhduan të ecnin, plaku dhe Kali, drejt detit, me diellin që linte ngadalë dhe premtonte ditë më të mira. Dhe atë mëngjes të ftohtë, midis qiellit dhe rërës, lindi një miqësi që askush nuk do ta harronte. Që nga ajo ditë në plazh, Gjergji dhe Kali u bën një. Ai i vuri një emër të thjeshtë, Besnik. Çdo mëngjes, edhe para se të linte dielli, Besniku priste te dera e shtëpisë prej druri, duke trokitur thundrën mbi dhe. Gjergji e hapte derën ngadalë, ende gjysmë në gjumë, dhe ja ku ishte, me ato sy të mëdhenj e të vëmendshëm. Mirë mëngjes, shoku, thoshte Gjergji, me një buzëqeshje të shtrembër, duke kaluar dorën nëpër krifën e zezë të Kalit. Sot deti po na thërret. Besniku hingëllonte lehtë, sikur ta kuptonte. Nuk kishte fjalë midis të dyve, vetëm shikime, gjeste dhe ajo paqe që vetëm ata që janë ndjerë të vetmuar mund ta vlerësojnë. Gjergji përgatiste kafe të fortë në kazanin prej hekuri. Aroma e kafes së freskët përzihej me fllatin e kripur që hynte nga dritarja e hapur. Ndërsa pinte glënjka të ngadalta, ai tashmë mund ta shihte Besnikun përmes çarjes, duke tundur kokën, duke pritur kalërimin. Menjëherë pas kësaj, ai hipi me kujdes, këmbët e tij tashmë të lodhura por të qëndrueshme. Besniku ecte ngadalë në fillim, duke respektuar plakun, sikur ta njihte brishtësinë e fshehur pas asaj force të lashtë. Ata ecën poshtë drejt plazhit. Zhurma e thundrave në rërën e lagësht, zhurma e valve që përplaseshin dhe pulbardhat që fluturonin sipër tyre përbënin kolonën zanore të përditshme për të dy. Era e detit i godiste fort fytyrën Gjergjit. Me çdo hap që bënte Kali, era ngrinte kokriza rëre që vallëzonin rreth tyre. Ndërsa linte dielli, nxehtësia i ngrohte shpinën Gjergjit. Ai mbylli sytë për disa sekonda, duke ndjerë ngrohtësinë e diellit, lëvizjen e qetë të Besnikut dhe aromën e ajrit të detit. Ishte copza e parajsës që kishte gjetur këtu në tokë. Në fund të pasdites, ata u kthyen në shtëpi.
Gjergji i kreu leshin kafe të besnikut me një krerë të vjetër druri. Çdo lëvizje bëhej me qetësi, pothuajse si një përkëdhelje. Kali mbylli syt, duke e relaksuar trupin, duke marrë frymë thellë. Ke pallton më të bukur këtu, besnik, tha plaku, duke buzëqeshur, ndërsa tërhiqte fijet e fundit të kashtës që ishin ngulur në krifën e tij. Ditët kalonin pothuajse gjithmonë njësoj. Por, her pas here, shfaqeshin shenja të vogla, si mesazhe të vogla nga moti. Një mëngjes, ndërsa përpiqej të hipte mbi kal, Gjergjit i duhej pak më shumë kohë. Këmba e tij e majt vonoi pak për t'u ngjitur. Kali e vuri re. Nuk lëvizi, qëndroi fort, sikur të priste që plaku të ulej i sigurt. Më vonë, kur po zbrisnin shtegun, një lodhje e lehtë e bëri Gjergjin të vinte dorën në gjoks. Frymëmarrja e tij u bë sipërfaqësore për disa sekonda. Ai e fshehu atë. Ai kaloi dorën mbi ballin e djersitur dhe përshpëriti, "Oh, budallallëk nga ana ime." Besniku shikoi prapa, me veshët drejt lart, i vëmendshëm. Sytë e tij të errët dukeshin sikur pyesnin nëse gjithçka ishte në rregull. Natën, ndërsa era i tunte perdet, besniku shtrihej në zonën e vogël të mbuluar pranë shtëpisë. Gjithmonë afër. Sikur donte të mbronte. Sikur e dinte. Zhurma e drurit që digjej në sobë, aroma e supës së thjeshtë me perime dhe cicërima e karkalecave plotësonin skenën. Gjergji rinte ulur në karrigen lëkundëse prej druri, duke parë vallëzimin e zjarrit, ndërsa her pas here sytë e tij humbisnin në errësirën jashtë, ku e dinte se ishte besniku. Jeta ishte e thjeshtë, por ishte e mirë. Dhe brenda asaj heshtjeje në fund të ditës, kishte një frikë që rritej ngadalë. Gjergji nuk fliste për këtë. Ai nuk ankoi. Por thellë, ai e dinte, koha po kalonte shumë shpejt. Besniku, edhe pa fjalë, dukej se ndjente të njëjtën gjë. Sytë e tij gjithmonë e kërkonin plakun, edhe kur ishin larg njëri tjetrit. Kishte diçka në sytë e Kalit që asnjë qenie tjetër njerëzore nuk ja kishte dhënë kur Gjergjit, një besnikëri të pakushtëzuar. Dhe kështu, natë pas nate, të dy vazhduan. Të bashkuar. Të fortë. Por me erën që frynte tashmë një paralajmërim nga larg, shumë qetësisht, pothuajse si një sekret që koha ende nuk donte ta zbulonte. Vera po zhdukej ngadalë, duke marrë me veten nxehtësinë e fortë dhe duke lënë një erë më të ftohtë në mëngjes. Gjergji tashmë mund ta ndjente peshën e ditëve në trupin e tij. Me çdo agim, ngritja nga shtrati kërkonte pak më shumë përpjekje. Por besniku ishte gjithmonë aty. Edhe para se të lindte dielli, Kali po priste te dera, me sy të vëmendshëm dhe një trup të fortë. Plaku do ta hapte derën me një buzëqeshje të dobët, duke u përpjekur të fshite lodhjen e tij. "Je zgjuar akoma, miku im," do të thoshte ai, duke kruar mjekrën e tij të bardhë me dorën e tij të ngurë. Besniku do të tunte kokën, sikur të përgjigjej me një pot të heshtur. Shëtitjet përgjatë plazhit vazhdonin. Zhurma e thundrave në rër, zhurma e valve, aroma e detit, gjithçka ishte ende e njëjtë. Por hapi i Gjergjit nuk ishte më aq i qëndrueshëm. Ai do të ngjitej mbi Kalin më me kujdes, duke marrë frymë thellë para se të ulte këmbën. Besniku vuri re. Ai do të qëndronte i fortë, si një trung, ndërsa plaku do të ulej. Ai shikoi anash, sytë e tij të errët gjithmonë duke vëzhguar, sikur të mund ta mbante burrin nëse ai nguronte. Një nga ato ditë, era u shtua. Gjergji e vuri dorën përsëri në gjoks. Ajri dukej më i rëndë. Ai i mbylli sytë për një moment, duke e maskuar atë. Vetëm era. Vetëm era, përshpëriti ai, duke u përpjekur të mashtronte veten. Por besniku pa. Ai e afroi hundën dhe e mbështeti butësisht hundën mbi shpatullën e Gjergjit. Ata qëndruan kështu, të palvizshëm, duke dëgjuar detin të fliste butë përpara. Natën, heshtja në shtëpi ishte më e rëndë. Zhurma e drurit që digjej u bënte shoqëri. Jashtë, Kali vazhdonte të shtrihej pranë verandës, sikur të bënte roje. Nuk kishte rëndësi sa ftohtë ishte apo sa shi i lehtë binte her pas here. Gjergji u ul në karrigen lëkundëse. Kërcitja e drurit mbushte boshllëkun. Sytë e tij blu shikonin vallëzimin e zjarrit, por mendja e tij ishte larg. Tani, her pas here, ai humbiste gjumin. Ai do të shikonte nga dritarja, duke parë siluetën e besnikut atje, të palvizshme. Dhe do të mendonte për kohën. Po kalon shpejt, besnik, do të murmuriste ai, sikur Kali të mund t'i dëgjonte mendimet.
Kali i ngriti veshët, sikur ta kishte kuptuar. Ditët në vijim sollën një heshtje tjetër. Jo heshtjen e këndshme që të dy e njihnin, por një heshtje të rëndë, si një paralajmërim. Një mëngjes, besniku nuk erdhi menjëherë te dera. Gjergjit i dukej e çuditshme. Doli nga shtëpia me hapa të ngadaltë, duke ndjer ajrin e ftohtë që i pikçkonte fytyrën. Ai thiri butësisht, "Besnik, ku je, djalë?" Kali u shfaq ngadalë nga pas stallës, hapat e tij të ngadaltë, sytë e tij të fiksuar te plaku. Ai u ndal disa metra larg. Ai shikoi fiksuar, sikur të thoshte diçka. Gjergji rudhi vetullat. Ai u afrua, duke i ledhatuar kokën besnikut. "A është gjithçka në rregull, shoku?" Besniku mbështeti hundën në gjoksin e plakut, duke lëshuar një pëshertim të gjallë. Ata qëndruan ashtu, duke u përqafuar në heshtje, me erën që fishkëllente përreth tyre. Në ditët që pasuan, besniku filloi të afrohej edhe më shumë. Ai nuk do të largohej nga ana e Gjergjit, as për një minutë. Kudo që shkonte plaku, Kali e ndiqte. Kur ulej në karrigen lëkundëse, besniku do të mbështeste kokën në kangjellat prej druri, me sytë e ngulur në fytyrën e burrit. Edhe mënyra se si ai hingëlliste ndryshonte. Tani, her pas here, ai lëshonte tinguj të ulët, pothuajse si një thirrje e trishtuar. Njerëzit në fshat, të cilët her pas here i shihnin të dy duke kaluar në rrugën e dheut, filluan të komentonin, duket sikur Kali ndjen diçka. Kjo kafsh po sillet çuditshëm. Është sikur di diçka. Por askush nuk foli para Gjergjit. Të gjithë e respektuan heshtjen që ai mbante. Koha kaloi. Mëngjeset po bëheshin më të ftohta. Yjet ishin më të ndritshëm. Dhe në mes të asaj qetësie, diçka e padukshme tashmë po fluturonte rreth tyre. Si një erë e largët, duke i paralajmëruar se rruga e tyre po fillonte t'i çonte në një pjesë tjetër të botës. Por as plaku dhe as Kali nuk folën për këtë. Ata vetëm shikuan njëri tjetrin. Dhe shikimi i tyre thoshte gjithçka. Era atë mëngjes ishte më e ftohtë. Gjethet e thata vallëzonin nëpër obor, duke u rrotulluar sikur të dinin se çfarë do të vinte. Gjergji u zgjua para lindjes së diellit. Këtë herë i duhej më shumë kohë për të ngritur nga shtrati. Këmbët i ishin të rënda, krahët i dhembnin. Mori frym thellë, kaloi dorën mbi ballin e djersitur dhe u ul në buzë të shtratit për pak kohë. Jashtë, besniku tashmë po priste. Si gjithmonë, ai qëndronte te dera, duke shikuar nga dritarja. Por kishte diçka të ndryshme në atë vështrim. Ishte një shkëlqim i trishtuar, sikur dikush tashmë dinte diçka që plaku ende po përpiqej ta injoronte. Gjergji e hapi derën ngadalë. Ajri i ftohtë i goditi fytyrën e rrudhur. Ai buzëqeshi, edhe me lodhjen e skalitur në lëkurën e tij. "Është herët, shoku. Nuk e humb mëngjesin, apo jo?" tha ai butësisht, me zë të ngjirur. Besniku u afrua dhe, për herë të parë, nuk hingëlliti. Ai vetëm mbështeti hundën mbi shpatullën e plakut. Gjergji e mbajti kokën, duke e përqafuar fort kafshën. Sytë ju mbushën me lot, por i mbajti lotët. Atë ditë, kafeja në kazanin e hekurt zjente më ngadalë. Era e fort pushtoi kuzhinën e thjeshtë. Ndërsa pinte kafen, Gjergji e shikoi besnikun nga dritarja. Kali nuk ja hoqi sytë. Kur mbaroi, mori frym thellë. Ai shikoi lart në qiell, ku dita po fillonte të agonte. "A të bëjmë kalërimin, besnik? Mund të jetë i fundit i muajit. Trupi është dembel." Besniku u përgjigj me një përkulje të lehtë koke. Me shumë përpjekje, Gjergji hipi mbi Kalin. Duart e tij kërkuan mbështetje të fortë në krifën e zezë. Besniku qëndroi i palvizshëm, i duruar si gjithmonë. Ata ecën drejt plazhit. Deti ishte i qetë, vetëm valë të vogla përplaseshin në rërë. Qielli, i nuancuar me rozë dhe portokalli, dukej si një pikturë e gjallë. Zhurma e thundrave në rërën e lagësht jehonte në boshllëkun e mëngjesit. Gjatë rrugës, heshtja mes tyre ishte ndryshe. Nuk ishte heshtja e rehatshme e ditëve të tjera. Ishte një heshtje e rëndë. Pothuajse një lamtumir që askush nuk donte ta thoshte. Pasi eci për pak kohë, Gjergji zbriti ngadalë nga Kali. Ai u ul mbi një shkëmb, duke parë detin. Kali mbeti pranë tij, i palvizshëm, me kokën ulur, me sytë e fiksuar te plaku. "E di, besnik," filloi plaku, me zë të mbytur, "kemi ecur shumë së bashku.
As nuk e di se si do të ishte pa ty. Kali lëshoi një pëshertim të gjatë, sikur ta kishte kuptuar. Gjithmonë mendoja se do të shkoja vetëm. Por Zoti të dërgoi. Dhe ti qëndrove çdo ditë, pa kërkuar kur asgjë prej meje. Thjesht qëndrove. Era i përkëdhelte flokët e hollë të bardhë të Gjergjit. Fytyra e tij, e shënuar nga koha, ishte e lagur, jo vetëm nga era, por edhe nga lotët që nuk mund t'i mbante më. Jam i lodhur, miku im. Trupi im nuk është më i njëjti. Kraharori im ndihet i rëndë. Besniku u afrua, duke përkëdhelur fytyrën e plakut, sikur në një përqafim të fundit të heshtur. Koha dukej sikur kishte ndaluar. Zhurma e valëve, aroma e kripës, të ftohtit në ajër. Gjithçka përreth dukej sikur e shikonte atë moment pa dashur ta ndërpriste. Pas pak, Gjergji u ngrit me mund, duke fshirë fytyrën me pjesën e pasme të dorës. Le të kthehemi, besnik. Edhe një. Kali u afrua edhe më shumë gjatë rrugës së kthimit. Ai ecte ngadalë, me vëmendje, duke e vëzhguar plakun në çdo hap. Sikur të përpiqej të kujtonte çdo sekond të atij mëngjesi. Me të mbërritur në shtëpi, Gjergji i kreu leshin kafe të errët besnikut me kujdes të ngadalë dhe plot dashuri. Me çdo lëvizje të furçës, Kali mbylli syt, duke marrë frym thellë, sikur të donte ta ndjente prekjen e plakut për më gjallë. Kur mbaroi, Gjergji mbështeti ballin mbi kokën e besnikut. Ata qëndruan kështu për një kohë të heshtur. Vetëm zhurma e erës që frynte përmes pemëve jashtë. Faleminderit, mik. Përshpëriti plaku me zë të thyrë. Qielli po fillonte të erësoi. Jashtë, po shfaqeshin yjet e parë. Brenda shtëpisë, zjarri ishte ndezur në oxhak dhe zhurma e druve që kërcisnin. Gjergji ishte ulur në karrigen lëkundëse. Besniku, si gjithmonë, u shtri pranë verandës, nga ku mund ta mbante nën vëzhgim plakun. Atë natë, të dy fjetën në të njëjtën heshtje. Por këtë herë, heshtja mbante peshën e një lamtumire që tashmë po afrohej, edhe pa u thënë. Dielli nuk kishte lindur ende. Shtëpia prej druri ishte e qetë, vetëm zhurma e drurit që kërciste lehtë në oxhak. Jashtë, era frynte qetësisht, duke fshfërir gjethet në obor. Besniku tashmë qëndronte para derës, siç bënte çdo ditë. Por atë mëngjes, dera nuk u hap. Kali hingëlliti lehtë. Ai ju afrua dritares, duke u përpjekur të shihte brenda. Xhami ishte mjegulluar nga i ftohti i mëngjesit. Ai shtypi hundën pas xhamit, duke marrë frym kundër tij, duke krijuar një rreth avulli. Sytë e mëdhenj e të errët të besnikut shkëlqenin në dritën e vogël që vinte nga qielli. Brenda, Gjergji ishte në karrigen lëkundëse. Sytë e tij të mbyllur, fytyra e tij e qetë. Batanie i mbulonte këmbët. Koka e tij vari pak anash, sikur të ishte duke pushuar pas një dite të gjallë. Por gjoksi i tij nuk ngrihej më. Heshtja brenda ishte ndryshe. Drita e parë e ditës filloi të prekte çatin. Rreth shumë ngjyrëshe ia lan vendin bluz. Besniku qëndroi i palvishëm, duke shikuar nga dritarja. Nuk nxori asnjë zhurmë. Nuk lëvizi. Vetëm shikoi. Disa orë më vonë, mbërritën fqinjët. Njëri prej tyre, me dorë të dridhur, i preku tjetrin në shpatull, ai. Ai ka ikur, miku im. Njerëzit nga fshati filluan të vinin. Ata erdhën në heshtje, me fytyrat e rënduara nga trishtimi. Gra me shami të zeza, burra me kapele në duar, të gjithë me syt ulur. Ata përgatitën funeralin e thjesht, ashtu siç kishte dashur gjithmonë Gjergji. Në varrezat e vogla pranë detit, ata hapën një grop në pemën e madhe ku plaku pëlqente të pushonte me besnikun në pasditet e ngrohta. Arkivoli i bardh u vendos me kujdes atje. Lule të bardha ishin shpërndar mbi të. Rreth 30 njerëz ishin mbledhur rreth tij, disa qanin butësisht, të tjerë vetëm me lot në sy. Por shikimi i të gjithëve në një moment ra në të njëjtin vend, mbi besnikun. Kali ecte ngadalë drejt arkivolit. Zhurma e fundrave të saj që godisnin tokën e tha të jehonte në atë heshtje të rëndë. Ndaloi pikërisht para arkivolit. Uli kokën. Mbështeti hundën në drurin e bardhë, sikur të jepte një përqafim të fundit. Qëndroi kështu për disa sekonda. Askush nuk guxoi të ndërpriste. Disa gra qanë në heshtje, duke mbajtur shami në fytyrë. Njëri nga burrat hoqi kapelen dhe uli kokën, nga respekti për skenën.
Pastaj, me një gjestë që askush nuk ja kishte mësuar, besniku ngriti kokën ngadalë. Në gojë mbante një lule të vogël të bardhë që e mblodhi nga toka. Me kujdes, e vendosi lulen mbi arkivol, pikërisht në qendër. Zhurma e erës u bë më e fortë, sikur vetë natyra ta kuptonte atë lamtumir. Pemët lëkundeshin ngadalë. Aroma e detit përzihej me atë të luleve të freskëta. Njerëzit filluan të qanin më fort. Një nga fqinjet përshpëriti, ai e dinte. Që në fillim, ai e dinte. Besniku bëri 2 hapa prapa, por nuk u largua. Ai qëndroi aty duke shikuar arkivolin. Sytë e tij të mëdhenj e të errët shkëlqenin në dritën e butë të mëngjesit. Prifti tha një lutje të shkurtër. Toka filloi ta mbulonte arkivolin. Zhurma e lopatave që godisnin drut u përzie me rënkimet e turmës së vogël. Besniku nuk lëvizi për asnjë moment. Ai qëndroi aty i palëkundur derisa u hodh grushti i fundit i dheut. Kur gjithçka mbaroi dhe njerëzit filluan të largoheshin, besniku u shtri pranë varrit të sapo mbushur. Ai mbështeti kokën mbi tokën ende të butë. Sytë e tij mbetën hapur, por të qetë. Era vazhdoi të fishkëllente butë, duke mbajtur gjethet e thata nëpër lëndinën e varrezave. Rreth Roz ende qëndronin pezull në qiell. Dhe atje, i shtrirë në tokën që tani mbante mikun e tij, besniku mbeti. I heshtur. Besnik. Si një imazh i ngrirë. Sikur koha të ishte ndalur vetëm për të respektuar atë dashuri pa fjalë.